Në ambientet e ambasadës së Republikës së Shqipërisë në Greqi u zhvillua një aktivitet i veçantë kulturor dhe artistik, i organizuar nga shoqata Myzeqeja në Greqi në bashkëpunim me ambasadën shqiptare. Në qendër të këtij eventi ishte çelja e ekspozitës fotografike të artistit fjerak Sajmir Ahmeti, një ekspozitë që solli për publikun një reflektim të ndjeshëm dhe artistik mbi jetën dhe rolin e gruas shqiptare në ditët e sotme. Aktiviteti mblodhi një numër të konsiderueshëm artistësh, dashamirës të artit dhe përfaqësues të komunitetit shqiptar në Greqi, duke krijuar një atmosferë të ngrohtë dhe frymëzuese. Të pranishmit patën mundësinë të njihen nga afër me punimet e Ahmetit, të cilat spikasin për realizmin, ndjeshmërinë dhe mesazhin e tyre social. Në emër të ambasadores të pranishmit i përshëndeti zonja Radomi, e cila vlerësoi lart kontributin artistik të Sajmir Ahmetit, rëndësinë e promovimit të artit shqiptar jashtë kufive. Ajo theksoi se aktivitetet të tilla forcojnë lidhjet kulturore dhe identitetin kombëtar në diasporë. Më pas fjalën e mori zonja Miranda Tavanxhiu, ish mësuese e fotografit, e cila solli një ekspozë të detajuar mbi rrugtimin artistik të Ahmetit ndër vite. Ajo ndau me të pranishmit kujtime dhe vlerësime për përkushtimin dhe zhvillimin profesional të tij, duke cilësuar si një artist të ndjeshëm dhe të angazhuar. Të gjithëve në ambientin e ambasadës Shqipërisë në Athinë, shoqata e fjerakëve në Greqi Myzeqeja organizon një mbrëmje të veçantë artistike, duke hapur një ekspozitë të fotografit unik fjerak Sajmir Ahmeti. Është një sukses për shoqatën tonë që motivon dhe nxjerr në pa talentet nga fjeri, dhe kjo gjë na gëzon shumë. Pjesëmarrje kemi bollë, kemi dhe njerëz të artit nga fjeri, shokët e Sajmirit dhe simpatizantë shoqatës sonë që kanë ardhur për të parë këtë lloj ekspozite. Në fjalën e tij përshëndetse, vetë artisti Sajmir Ahmeti falenderoi pjesëmarrësit dhe organizatorët, duke theksuar se kjo ekspozitë dedikohet grave shqiptare, forcës, sakrificës dhe rolit të tyre të pazëvendësueshëm në shoqëri. Ai nënvizoi se përmes fotografisë ka synuar të pasqyrojë histori të vërteta dhe emocione autentike. Përshëndetje, unë jam Sajmir Ahmeti, këtu vi si fotograf. Ishte një ftesë që më vë nga shoqata Myzeqeja në Greqi dhe në bashkëpunim me ambasadën tonë në Athinë, organizuam një ekspozitë personale time. Në bazë të shumë ekspozitave që unë kam patur në vende të rëndësishme dhe qytete të Evropës. Është, po themi, një retrospektiv në 2-3 ekspozite që unë kam pasur në të kaluarët. I kam quajtur The Last Freedom. Domethënë, liria është e fundit, liria është e fundit që mund të jepet, që mund të rezistojë tek një person. Është një ekspozitë kryesisht mbi fotot Badezi. Është një veçori e aktivitetit tim fotografik. Janë rreth 25 punime. Sot kemi një event pak si të veçantë nga eventet e tjera. Kemi mes nesh një njerit të nderuar, Sajmir Ahmeti, që në katër në fjeri, një koleksionist, kulturist, fotografi, me shumë gjëra të vyera për ne shqiptare që jemi larg ateut. Uroj që të kalojmë sa më bukur, dhe jemi të gjithë të bashkuar si që jemi dhe të vazhdojmë me të tjera evente akoma më të bukura, duke afruar sa më shumë fjerak nga Shqipëria. Programi artistik i eventit u pasurua mëtej nga performancat muzikore dhe folklorike. Këngëtarja fjerake Brunilda Sota Hoxha, e shoqëruar nga bashkëshorti i saj Riku Hoxha, solli emocione të veçanta përmes interpretimit të saj, ndërsa aktiviteti vijoi me performancën plotëritëm dhe ngjyra të grupit të valleve popullore të shoqatës Myzeqeja. Ky aktivitet u vlerësua si një sukses, duke dëshmuar edhe një herë gjallërinë e kulturës shqiptare në diasporë dhe rolin e rëndësishëm që luajnë artistët në promovimin e identitetit kombëtar përtej kufive.